Zitën e prindrit me fëmijë. Do të doja shumë çka më ju thonë, mirë po vetëm i moderuar të jesh. Jo, keq ka me nën. E kuptoj, do të doja vetëm një herë të empatizonjën me këtë raste, veç të dinë si është gjendja e prindit që e ka fëmijën me nevojë. Veç ato ta mendojnë. Nëse veç ato e mendojnë, kur nuk kishin me qenë pengesë e këtij procesi. Veç ta empatizoj një herë situatën, sepse as fëmiu nuk e ka zgjedhur këtë çështje, as prindi nuk është fajtori për këtë situatë. Po besoj kë ndryshim ka fillu për të mirë, se ti e vedinton më shumë nga bashkëpunimet me mësimdhënës. Ka nisë ndoshta prind pak me përqafu më shumë si fenomen i zakonshëm. Sigurisht, po të njëjtën dhe unë do ta referoja ose rekomendoja prindërit që të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë sa më shumë me mësimdhënësit dhe kërkoj dhe lutem që mos të jenë pengesë në ofrimin e një